ushtrua në spital. Normalisht unë dhe motra që ishim bashkë, sepse ne punojmë dhe bashkë, të dyja në të njëjtën zyrë, na ra barra të dyjave që ne do shkonim dhe do barë në thojza, se për ne nuk është barë, po në kuptimin bravo, sepse e them barë që ka ngellë si shpreje për ta shprehur, po nuk ishte barë për ne absolutisht, sepse para u trambëm, detyrimi që ke për prindin, patjetër, për t'i kthyer edhe mbrapa gjithë ato që ai t'ka dhënë gjithë jetën, e kupton? Nuk diskutohet. Por aman, momentet që ne shikonim që vraponim, kur të shkoje para, kur të shkoje dyta te spitali, sytë e tij që prisin gjithë dashuri kur po hyn vajzat e dera, dhe në momentin që ai të shikonte shlirohej që ti ishe aty. Domethënë janë gjithë gjëra që lidhen bashkë. Dhe ti aty e kupton se sa i rëndësishëm je ti për prindin, e ndoshta dhe prindi e kupton sa i rëndësishëm është fëmia për të. Domethënë këto kanë qenë momente të cilat unë i kam përjetuar dhe e kam kuptuar që prindi është i shenjtë.